Babgjyshe dhe e moj men, kur ko komunizmi më i rrezikshëm në Ballkan, viteve 60-ta, në 67-ën, në 68-ën, kur në Shqipëni Enveri e ndaloj islamin dhe gjitha fetë me ligj, tha dhe ke me dhonë jetë, tha baba, ngo me vëmendje, tha dhe ke me dhonë babgjyshi, tha shpirt, tha i na e bëjke, tha gjyshi, o bite mi, unë e po shkaj, po s'di që shkini me shku, jo. Unë e po des, po nuk e di që shkini me deki, jo. E pse o bob, tha ja bëjshin djemë, pse o bob, po s'di ja keni me dek me imona, jo. Ani pa të juj, keq ki kanë mu bo. Që shfar derte e kanë pos. Këtë derte ka pos edhe Jakubi për të bitë e vetë. E ka pos o vlazni, son pyetje gjeneti. A pishe, ku për na vinë mërgjimtar tënë, e po kënoqëm, me ta, e ku po vjen vokti me shku, po mërzitëm, e po kojmë. E vërtet është, shumë është e vërtet, veç aj që s'ko në djenja, po mërzitëm, por vlozët e dashur, por ditë kiameti që kena mu dohë për gjithmonë, kur s'kena mu po, për që tha, duhet me menu seriosisht, se e kena amanet. Allahu e ka sjell islamin për me na shpëtu. Allahu e ka sjell islamin për me na tubu. Allahu e ka sjell islamin për me na bashku. Allahu e ka sjell islamin për me na largu frikën. Islami nuk ka ardhur për me mbjell frikë të rrë. Nëse ai tjetri tutet që unë vi në xhami, atër duhet me kontrollu këtu. Ose ati me shku mi tonë, mja shnojsh zemrën, mo bre burë, s'ki nevoj mu tuti. Edhe tjetër ku unë me pos kujdes. Pse i mu tut për i namazit tem? Pse i mu tut për i islamit tem? Pse që keshtu e të regu një nxarje, gjyshi e këshëllën nipin e vetë. Thët, mës të rega sa ke ledzu Kur'an, thët, po leja hapsirën Kur'anit, mi ju kalzu të tjereve ku ke mriti me Kur'an. Kur'ani le të kalzën vepra tua, ti ku ke mri, jo ti mi ju kalzu njerëzve ku mri me Kur'an. Kur'ani le të ndikën në veprën tonë, le të ndikën moralin tonë, le të ndikën në dinitetin tonë. A kjo është këshillë shumë e madhe. Islam